Sokol Oldashi ishte një ndër figurat më të spikatura politike të Partisë Demokratike. Ai ka lindur me 17 dhjetor të 1972 në Durrës. Shkollën e mesme e kreu në vendlindje, ndërsa studimet e larta për drejtësi i kreu në vitin 1995. Ndërsa në 2004 kreu Kolegjin e Mbrojtjes pranë Komandës së Doktrinave Politikat e Sigurimit Kombëtar, ku diplomua me medalje të artë. Sokol Oldashi ka qenë një ndër studentët e ngjarjeve të dhjetorit 90 dhe 4 herë deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Bashkë me idealet e tij politike, Sokol Oldashi e nisi në këtë periudhë karrierën e tij si gazetar. Pas disa vitesh gazetar dhe kryeredaktor i Gazetës Albania dhe televizionit Antena 1, në vitin 2001 zgjidhet për herë të parë deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Në 2005 rizgjidhet në Kuvend me fitore në Shijak. Pasi fitoi mandatin e dytë të deputetit, Sokol Oldashi u emërua në krye të Ministrisë së Brendshme, post të cilin e mbajti nga viti 2005 deri në fillim të vitit 2007. Në këtë kohë kandidoi për kryetar të Bashkisë Tiranës, garë që e humbi përballë Edi Ramës. Më pas Sokol Oldashi merr postin e ministrit të transporteve dhe punëve publike, post që e mbajti deri në shtator të 2013-s. Pas humbjes së Partisë Demokratike në zgjedhjet e 23 qershorit dhe dorëheqjes së Sali Berishës, Oldashi kandidoi për postin e kryetarit të Partisë Demokratike përballë Lulzim Bashës. Oldashi ka drejtuar forumin rinor të Partisë Demokratike, Partinë Demokratike të Tiranës, ndërsa ka qenë antar i forumeve më të larta të kësaj partie, Kryesisë dhe Këshillit Kombëtar. 41 vjeçari ishte i martuar dhe babai 2 fëmijëve.